Është riadhesuar drejt vendit të origjinës nga qendra e riadhesimit në Gjadër, emigranti i parë i huaj që qëndronte në këtë strukturë të ngritur në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Italisë dhe Shqipërisë për menaxhimin e emigracionit të rregullt. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi i riadhesuar është një 42 vjeçar me origjinë nga Bangladeshi, i cili ka hyrë në territorin italian në vitin 2009. Autoritetet italiane kanë vendosur dëbimin e tij për shkak të rrezikut të lartë shoqëror që ai paraqiste. Ai ka qenë i dënuar më parë për disa vepra penale, përfshirë një rast të rënd të dhunës në familje. Pas procedurave të nevojshme ligjore dhe mbajtjes së tij në qendrën e Gjadrit, ai është deportuar për drejt vendit të tij të origjinës. Lidhur me këtë zhvillim, ka reaguar ministri i brendshëm italian përmes një postimi në rrjetin social X, ku e cilëson këtë si një hap të rëndësishëm në luftën kundër emigracionit të paligjshëm. Në postimin e tij, ai thekson se operacionet e riadhesimit të emigrantëve të parregullt do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, siç parashikohet nga strategjia e qeverisë për një veprim më efektiv për të luftuar emigracionin e paligjshëm.